Ky aktivitet derë në derë, kemi parapa që me 450 familje në komunën e Gjakovës dhe komunën e Ravecit t'i vizitojmë, t'i informojmë, t'i njoftojmë edhe gjithë ata që kanë pas nevojë për këshillën dhe ndihmën konkrete nga ana jonë, ne ju kemi afruar. Kështu që në këtë 450 familje që i kemi pas, 250 kanë qenë që kemi pas me vizitu shqiptar, familje shqiptare, në komunën e Gjakovës dhe Ravecit, dhe 250 shqiptar dhe 200 familje të komunitetit Rom, Ashkali dhe Gjupjan. Mendoj që ky aktivitet ka pas sukses, ka pas rezultat. Na si organizatë kemi për synim që t'i vëdësojmë gratë, që t'a ngrisin zërin, të marrin iniciativa dhe të debatojnë për me realizu kërkesat dhe të drejtat e tyre të cilat janë të paraparme me kushtetutë dhe të gjitha ligjet që i parashohin. Mendoj se qëllimi kryesor është ndërgjegjësimi dhe marrja e iniciativave të tyre, nxitja për me regjistru pronën.